Në qershor të vitit të kaluar, në Gostivar u hap strehimorja e parë për gratë dhe vajzat viktima të dhunës. Kjo strehimore erdhi si një dritë shprehëse për ato gra që në rrethana të ndryshme, nga dhuna që ushtrohet ndaj tyre, ju vritet jo vetëm shpresa, por edhe arsyeja për të vazhduar. Ky vend është bërë një shtëpi e sigurt për shumë gra të keq trajtuara në familje, por jo vetëm kaq. Aty po bëhet një mision i jashtëzakonshëm që viktimat e dhunës t'i rikthejnë fuqishëm në jetë dhe të pavarura nga askush. Kjo strehimore po menaxhohet nga Qendra për të Drejtat e Grave Etika në Gostivar, kryetarja e së cilës njofton se kapacitetet e strehimores mundsojnë akomodim për 8 gra, kuptohet, bashkë me fëmijët e tyre, ndërsa momentalisht po kujdesen për vetëm 3. Numri është i ndryshueshëm, shton Zenku, sepse ca të tjera vinë e ca i përcjellin për të vazhduar me jetën, e që dëshmon se dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave sidomos mbetet temë që dhem në çdo kohë. Strehimorja jonë për momentin ka kapacitet për 8 persona, kështu që për momentin mendoj që i plotësojmë nevojat, pasi që numri i tyre gjithmonë lëviz, është në lëvizje, nuk është një grad vinë do të qëndrojnë një muaj, 2-3 dhe mbas që gjenjë u agjem një lloj zgjedhje, ato vazhdojnë jetën më të tjerë. Kështu që gjithmonë zëvendësohen me të tjera. Por ajo thekson se në këtë vend nuk bëhet vetëm strehim, por zgjidhje jetësore për të vazhduar fuqishëm, përfshirë këtu edhe mundësinë për një vend pune që do t'i mundsonte viktimës pavarësi të plot ekonomike. Strehimorja jonë nuk është vetëm për të strehuar gratë, mendoj ne i strehojmë ato në momentet më të rrezikshme të tyre, por qëllimi jonë kryesor është që ne me ta të punojmë në rehabilitimin e tyre, në rikthimin e tyre në jetën e përditshme. Gjithashtu, ekipi jonë i specializuar që punon me ta, kemi psikolog, punëtor social dhe pedagog, punojnë që ato përpos që të gjejnë fuqinë në veten, të mundsojmë edhe të gjejnë një punë që të mund të vazhdojnë jetën si të pavarura, jashtë dhunës, jashtë personit që i dhunon. Akoma pa mbushur një vit nga koha e themelimit në këtë strehimore, është bërë një punë e jashtëzakonshme, e cila ka bërë zgjedhje për më shumë se 20 gra, ca të vetme e ca të shoqëruara nga fëmijët e tyre. Strehimorja jonë është e hapur e licencuar, mendoj nga maj viti 2024, dhe tash muajin tjetër do ta bëjmë një vit. Dhe mund të them se në këtë periudhë prej gati një vjet ne kemi arritë të strehojmë dikun mbi 20 gra me fëmijët e tyre. Shumica nga ta janë, për fat të keq, disa nga ta kanë vendosur të rikthehen jetës së mëhershme, por një numër i mirë i tyre ka vazhduar jetën si e pavarur, duke pasur përkrahjen tonë dhe të institucioneve tjera. Gratë viktimat e dhunës mund të arrijnë në strehimore direkt duke kontaktuar Qendrën për të Drejtat e Grave Etika, duke kërkuar ndihmë në polici apo në Qendrën për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, institucione këto që janë në bashkëveprim të përhershëm, duke mundësuar siguri të plot dhe trajtim adekuat për viktimat. Qëllimi është që këto gra të mund të largohen nga ambienti i dhunshëm dhe në mënyrë të qetë të vendosin se çfarë kahje dëshirojnë të japin jetës. Në strehimore qëndrojnë 3, 6 apo më shumë muaj, derisa ekipi profesional e vlerëson si të nevojshme. Aty, përmes aktiviteteve të ndryshme, përmes ekipit të angazhuar, viktimave ju ndihmoj që të mund të rehabilitohen dhe të aftësohen për jetën. Ndërkohë, dërgohen në kurse nëse nuk kanë shkollim adekuat dhe mundësisht ju gjendet nga një vend pune që ju mundson të pavarësohen dhe të vazhdojnë jetën vetëm. Vetëm në këtë rast, misioni llogaritet i kryer me sukses, përfundon Zenku.